Ashtu. E dëgjova që thej që nuk kthehem edhe sikur, por e bëjmë gjërat me radhë. Si fillim hapim biletën e fatit të Lori Kafe. Çdo mëngjes gjithë shqiptarët. Ja kam lënë porës i Juçit. Okej. Bileta është one way, vetëm vajtja. Vetëm vajtje. Sa i bukur. Grazie, Fese. Augustino. E jam me mua. Ama se disha kanë veshur një korse që me zorë qëndroj ullur. Korse? Provim tash edhe në korse do ta veshim aty. Opa. Ashtu. Është okay. E Përshëndetje të gjithëve. Me korse ose pa. Sabina. Pra, përshëndetje. Para se të hyje thej që janë ca gjëra që nuk do i bëj dhe nuk i bëre. Të llojit nuk do të jem njeriu që do përkujdesem për to, që do rri në kuzhinë, që tërheqësh i tani. Çfarë është një gjë që doje ta bëje dhe nuk pate mundësinë ta bëje për shkak të mënyrës se si u ndërtua loja aty brenda, për shkak se si u pozicionuan banorët e tjerë me radhë? Okej, atëherë kishte një arsye pse të 4 vitet që mua më kishte ardhur ftesa e kisha refuzuar. Unë e di deri diku tipin tim dhe se si jam dhe çfarë mund të ofroj një format kaq të ashpër edhe të madh sa ç'është Big Brother. Dhe sigurisht e dia dhe atë ndjeshmërinë time. Sigurisht ajo Sabina që ju njihni e ka pak të vështirë të habituohet dhe këtu nuk e gjeta dot veten. Kur them nuk e gjeta dot veten, e referohem që unë nuk mundesha dot të ofendoj askën dhe nuk mundesha dot që të godisja njerëzit, as duke i ofenduar, as duke i goditur në pikat e tyre të dobta, dhe thjesht unë e provova për të mos e humbur si mundësi për të parë që dështova. Është okej të pranoj çdo dështim? Po. Pse e mendoj kështu? Sepse nuk arrita dot të habituohesha në një komunitet me 18 veta, ku për mua pastërtia është shumë e rëndësishme, ku për mua sinqeriteti është shumë i rëndësishëm, unë e dia formatin ku kisha hyrë pastërtinë fizike apo për pastërtinë shpirtërore? Fizike, absolutisht fizike. Unë thashë nuk do të bëja punë, po ishte e pamundur. Këto edicione janë dukur më të pastrit të gjitha edicioneve që kanë bërë unë të paktën. Deri diku po. Mendo, shqyr që nuk kam ardhur vitet e tjera se do kisha dalë para fare. Kjo është fakt po e sigurt. Gjithsesi unë më them që ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, edhe pse unë nuk arrita dot të habituohem, sigurisht që kalova dhe njoha njerëz që edhe jashtë do të kem mundësi që të konsumoj një kafe dhe të kaloj kohë të mirë. Nga kush u zgënjeve më shumë aty brenda për mënyrën se si u qas, mbase edhe duke me keni harruar këtë njerëzoren edhe duke bërë këtë gjën që ti thua nuk do e bëja dot vetë, pra këtë pjesën e ofendime dhe mënyrës mbase disi të ashpër të përballjeve kështu me radhë. Unë pata raporte shumë të mira me gjithë dhe ju besoj e patë që të gjithë u mërzitën e nuk e besuan që unë do të dilja, por nuk fitohet Big Brotheri duke pasur raporte të mira me të gjithë. Aty është një format që ti duhet bësh kundërshtar dhe duhet kryosh alanca dhe turbulenca, thot Stina. Kështu që unë nuk dita ta bëj këtë, sepse unë kështu jam dhe njëri jetë dhe nuk mundesha dot. Si? Isha si psikologe për ata. Të gjithë vinin rrëfeshin këty marrin qetësi. Po, por unë nuk e gjeta veten në asnjë prime, në asnjë video, në asnjë moment, bëra edhe shumë gjëra aty që ndoshta edhe nuk i keni parë se nuk janë shfaqur, por unë eksperiencën time kaq ditë sa që ndrova e shijova. Për mua ishte një nga gjërat më të bukura absolutisht, sepse është e vështirë të jesh i vëzhguar nga 7 miliard kamera, kur e them në mënyrë figurative, dhe sigurisht të zgjohesh dhe të flesh në vëzhgimin e shumë syve. Kështu që faleminderit shumë familjes së madhe të Top Channel për gjithë këtë eksperiencë. Monika, ishte si psikologe, Po, sepse nuk e kishte shansin të luante, Sabina e tha dhe vetë aty që... Nuk e kishte shansin, apo nuk e mori shansin? Nuk e mori në një farë mënyrë, sepse vetë ajo nuk donte të konfliktoheshte, por aty tani është luftë për territore. Toket zanun njëri, toket zanun tjetri, kështu që me këtë gjë Sabina nuk e kishte. Unë një nga gjërat që kam vlerësuar, edhe unë pastërtinë kam një çik merak problem. E vërtet. E të vështirë do ta kishe, po megjithatë ti nuk dështove, për një gjë të jesh e qartë, Sabina, të jesh në Big Brother është një gjë shumë e mirë dhe është një shans që t'jepet, por Big Brotheri për ty vazhdon edhe jashtë asaj shtëpie, sepse mos harrosh që do kesh shumë njerëz që do të përkrajnë, do jesh këtu çdo prime, që do komentosh, kështu që Risha e Monika, kur kam takuar edhe autorin tim, Samiri, që e përshëndes, por edhe Ledionin, i kam thënë në fakt që
çfarë do t'rregoju në Big Brother, sepse realisht jam njeri që i kam të gjitha, që e kam zemrën plot dhe jetoj jetën to the fullest. Kështu që jam e sigurt që edhe jashtë ti ke treguar për të tjerët, nuk ke treguar për veten tënde, kam pak të tjerët këtu. Jo, nuk e çfarë thash. Shiko, nëse më pyet mua. Po. Me qenë se më përmendë. Aleanc Grash. Nëse më pyet mua, me thënë të drejtën, nga energjia që mora kur u takuam bashk ditë përpara se të futesh brenda, personalisht prisja një Sabina krejt tjetër, pra prisja të Sabinën e fushës, e studios, dhe ajo që thot Monika që u bëre pak si terapistja e tyre, u duk sikur ti më shumë po komentoje atë që po ndodhte brenda, se sa po bëheshe protagonistja e gjës. Dhe në thelb Big Brother është i protagonistëve, nuk është fort i komentuesve. Dhe ti si, e themi, një person me një karizëm të jashtëzakonshme, mbase jo që ditët e para, po më mbrapa do duhet ta kishe kuptuar këtë, dhe për këtë personalisht jam i keqardhur, sepse me aq sa njihemi, e di potencialin tënd dhe e di që mund të kishe shkuar shumë më përtej në momentin që do kishe qenë një çik më, le themi, e përfshirë se sa thjesht në rolin e ajo Sabina e fushës dhe e stadiumeve, e ekranit dhe çdo gjë tjetër, njëtët e vetëm mban vetëm njerëz pozitiv që nuk kanë një energji negative. Ndoshta këtu gabova që nuk munda dot dhe nuk doja as ta thitja këtë energji negative, por as nuk u përshtata dot, prandaj u referova gjithë përshtatjes në këtë format. Unë nuk mund të dal dot nga vetja, unë nuk mund të krijoj dhe unë nuk mund të shpik as nga hiçi. Nëse do debatoj për gjëra reale o për gjëra të shpikura apo çfarë të them. Dhe ky është formati Big Brotheri dhe pa diskutim që jam shumë e lumtur që isha pjesë, të paktën për kaq sa isha. Arbër, tani unë mendoj që nuk dole nga pjesa e problemit të pastërtisë, por dole për dy faktore. Para është faktori kohë, do me thënë koha e shkurtër, sepse nuk mendoj që kishe mungesë të përfshirjes apo ishe më e qetë se ç'duhet. Dhe faktori dytë i rëndësishëm është fakti që nuk arritet të depërtosh te publiku. Pra, ti tentove të ishe aktive, të ishe gjithë përfshirëse brenda shtëpisë, por pjesa më delikate është se si shkon te publiku dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse nuk të kanë votuar. Patjetër. Kështu që deri më tani nuk kam parë asnjë njerëz që ka qenë pjesë e Bigut dhe i ka dalë për keq. Kështu që edhe ty për mirë do të dali. Pyetjen, Arbër, pyetjen. Dhe pyetja është, kush mendon ti që do ta fitoj Bigun? Kush mendoj unë që do ta fitoj Big Brotherin? Gjikja. Që është? Është Ermir Shahini. Apo Armir? Miri. Miri Westside. Gjike ka i pseudonimin. Ka se kishte hyrë dikush edhe thash Gjike i Tristin. Gjike ka pseudonimin. Po, Gjike i trasin të gjithë dhe unë shpi kam të Gjike. Miri Westside. Mirë jemi mirë. Sabina Mete, faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Kërkoj të rrisha krahë për Gjordit. Thoni çfarë të doni, po e bëra një kompozim që... Një karafil.